Debati mbi akshin dhe procesin e digitalizimit në Shqipëri nuk është vetëm penal, ndërsa opsioni publik shpesh përqendrohet te përgjimet, emrat dhe episodet sensacionale. Thelbësor mbetet një debat shumë praktik, përvoja reale e qytetarëve në shërbimet digjitale. Sipas analizës së juristit Ylli Manjani, digitalizimi i shërbimeve publike ka reduktuar ndjeshëm barrierat fizike, radhat e gjata në sportele, pritjet e pafundme për certifikata lindjeje apo kartela pronësie. Megjithatë, kjo reformë nuk ka eliminuar barrën administrative, përkundrazi. Në shumë raste ajo është vendosur nga sporteli fizik tek ai elektronik. Qytetarët përballen shpesh me vonesa, gabime apo paqartësi në aplikimet online, ndërsa komunikimi me institucionet përmes platformave digjitale rezulton i vështirë dhe jo efektiv. Sqarimet online në praktik nuk ofrojnë zgjidhje të menjëhershme apo të qarta. Një nga pyetjet themelore që ngrihet është: nëse informacioni është tashmë digital, pse qytetari duhet të mbajë barrën për të siguruar dokumente elektronike për t'i përdorur në aplikime të tjera? Pse institucioni pritës nuk e merr vetë informacionin në burime, autorizimin përkatës të qytetarit dhe kundrejt tarifës përkatëse? Reforma digjitale, sipas këtij këndvështrimi, duhet të kishte synuar heqjen e barrës për të provuar veten përmes dokumentave, qoftë edhe elektronike. Institucionet shtetërore duhet të komunikojnë mes tyre dhe të shkëmbejnë informacionin e nevojshëm pa ngarkuar qytetarin me procese të panevojshme. Në praktik, qytetari aplikon për një dokument elektronik, e printon atë, pasi një zyrë tjetër ja kërkon në format fizik. Kjo krijon një paradoks administrativ. Digitalizimi hoqi radhën fizike, por krijoi një radhë elektronike, pa një mekanizëm real, ankese apo zgjidhje të shpejtë. Problematik mbetet dhe çështja e autenticitetit të dokumentave. Dokumentet e mëposhtëm të kadastrës mbanin firmë të njohur dhe vulë zyrtare. Sot dokumentet elektronik kur printohen nga printer privat rezultojnë të vështirë për të verifikuar dhe shpesh ngjallin pasiguri juridike. Për më tepër, barra administrative për aplikime, si për shembull leje ndërtimi, mbetet e njëjtë. Edhe pse kartela e pronës është e regjistruar në sistem digital, institucione të ndryshme vijojnë ta kërkojnë atë në formë të printuar nga vetë qytetari, në vend që ta marrin drejt për drejt nga sistemi i kadastrës. Një tjetër mangësi e theksuar është mungesa e aksesit të drejt dhe transparent për qytetarin mbi dokumentacionin e pronës së tij. Ndërkohë që platforma si Google Maps ofrojnë pamje të detajuara të pronës, sistemi i kadastrës nuk garanton të njëjtin nivel aksesi dhe qartësie për dokumentet përkatëse. Në përmbledhje, sipas këtij qëndrimi, reforma e digitalizimit mbetet larg standardit të kërkuar. Qëllimi i saj duhet të ishte lehtësimi real i qytetarit dhe eliminimi i barrës administrative, jo thjesht zëvendësimi i sportelit fizik dhe një sporteli elektronik. Çështjet penale mbeten për të gjykuar nga organet kompetente. Debati thelbësor për publikun megjithatë lidhet me funksionalitetin, efikasitetin dhe sigurinë reale të sistemit digital të shërbimeve publike.